نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Laft falenderimet, madhrimet, lutjet, duat, adhurimet, të gjitha këto i takojnë Allahut subhanahu wa ta'ala, krijuesit të gjithësisë. Kurse salavatet dhe selamet, përshëndetjen, bekimet, lavdrimet, shpëtimi i Allahut, këta i takojnë profetit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ne lutim Allahun fuqiplot që të gjitha këta mirësi, dhunti, begati të jenë dhe të derdhen, edhe mbi ata të cilët e ndoqen dhe e ndjekin rrugën e tij, sunnetin e tij, po ashtu përpiqen që të ecin dhe të ndjekin gjurmët e tija profetike deri në ditën e fundit. Dhe nuk ka as pak dyshim se atë që Allahu Gjelleshanuhu në rrugë të drejtë e udhëzon, nuk ka kush që nga ajo rrugë ta humbë, ta largon, ta lajthit dhe devijon. Dhe atë që Allahu Gjelleshanuhu me të drejtën e tij, me urtësinë dhe butësinë e tij e humbë, nuk ka kush që udhëzon. Fjalët më të mira janë fjalët e Allahut, të cilat fjalë janë në librin e tij famëlar Kur'anin. E udhëzimi më i mirë është i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe veprat më të kota të këqija, të gabuara dhe të sherrit janë risit, janë bidatet. Ata të cilat i shpikin njerëzit, musliman dhe i konsiderojnë pjesë të islamit dhe me ta përpiqen që ta adhurojnë Allahun subhanahu wa ta'ala. Por risit janë veprat e këqija, Allahu ato nuk i pranon. E ato vepra çojnë në humbje, e humbja çon në zjarin e xhehenemit, Allahu të gjithëve nga ai na mbroft. Vëllezër të dashur në Islam, edhe në këtë hutbë do të flasim, në realitet do të vazhdojmë me komentimin e surës Al-Qiyamah. Ne folëm në hutbën e kaluar për këtë sure, komentuam disa ajete, folëm rreth 15 ajeteve të kësaj sures. Allahu këtë sure e zbriti në Mekke dhe quhet surja El-Qiyamah, dita thuj e kiametit, surja që bën fjalë për botën tjetër, surja e cila, apo kaptina e cila flet për tubimin e njerëzve në tokën e mahsherit, dalja e tyre para Allahut subhanahu wa ta'ala. Folëm në fillim që kjo sure përmban se Allahu Gjelleshanu ai është krijuesi. Allahu Gjelleshanu është ai i cili e zbriti këtë Kur'an. Allahu Gjelleshanu është ai i cili i krijoi njerëzit që ta adhurojnë Allahun subhanahu wa ta'ala. E pastaj ai i lartë madhruar na tregoi një grup e cila akoma mbetet krije neç dhe krije lart, nuk i nënshtrohet urdhrave të Allahut subhanahu wa ta'ala, është i dyshim dhe fare nuk beson për ditën e ringjalljes, nuk beson për atë ditë kur secili do t'i del para Allahut Gjelleshanuhu, nuk beson për botën tjetër, por pyeten a me të vërtet do të ndodh ajo. E Allahu Gjelleshanuhu i tregoi disa shenja, i tregoi se atëherë ka me ndodh kiameti, ka me përfundu çdo gjë. E Allahu Gjelleshanu vëllezër me një herë na tregon diçka e cila shumë me rëndësi.
Vazhden të përsëri do të flasim edhe për 15 ajete tjera. Thot Allahu Gjelleshanu e tregon një grup, ku një grup tjetër është akoma në errësirë, akoma e ndjek epshin, dëshirat e tij truprore, dhe ja ka kthi shpinën fjalës së Allahu Gjelleshanu. Allahu Gjelleshanu në mënyrë të veçantë i drejtohet Muhamedit a.s. kurse mbar besimtar dhe musliman në përgjithësi. Thot Allahu: La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alejna jam'ahu wa qur'ana, fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana, thumma inna alejna bayana. Allahu i drejtohet Muhamedit a.s. dhe thot: mos i lëviz ti buzat kur Gjibrili ti ta lexon ajetet, fjalët e Allahut. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ti o Muhammed, kur Gjibrili vjen me shpallje, ti mos lexo në kohë, mos nxito me lexim. E ka nxjerrë Imam Buhariu në Sahihun e tij, po ashtu edhe Imam Muslimi, edhe Ahmed ibn Hanbali në Musnedin e tij, nga Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qal: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل الوحي يحرك به لسانه يريد أن يحفظ الوحي. طيب ابن Abbasi, pse zbriti ki ajet thot kur Muhamedit a.s. i vinte Gjibrili me Kur'an. Ai Muhamedi a.s. e ndëgjonte dhe të njëjtën kohë dhe ai recitonte. Kish frikë mos harone diçka prej Kur'anit. Kish frikë mos harone diçka. Me një hadith tjetër thot Muhamedi a.s. ka pas vështirësi të madhe kur i ka ardhur Gjibrili me fjalët e Allahut. Se Allahu thot në Kur'an: Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Ne kemi me të zbritur, me të shpallur ti fjalë të mëdha. Ato janë fjalë me pesh. Ato nuk janë fjalë poezi, nuk janë fjalë njerëzish, ato janë fjalët e Allahut Gjelleshanu. E Muhamedi a.s. lexonte bashkë me Gjibrilin. Allahu i tha: La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Mos nxito dhe ti me lexim. Inna alejna jam'ahu wa qur'ana. Mos ki gajle, as një shkroj nuk mund të hupet. Inna alejna jam'ahu. Ne kemi këtë Kur'an me ta mbledhur hifzin, numërin e Kur'anit në gjoksin tënd. Inna alejna jam'ahu wa qur'ana. Ne kena me ta tubu Kur'anin. Her pas here ka me ardh ki Gjibril dhe me bo përsëritje bashkë me ti. Kur'anin dhe ta kesh në gjoks, prandaj vëllezër, mësimi i hifdhi i fjalëve të Allahut është ke gjoksi, nuk është te mendja. Prandaj ato të cilët mendojnë me mësu, përpiqen me mësu me mend, e zemrat i kanë neglizhen gafil nga fjalët e Allahut. Kur'ani atyre nuk ju shton fare dobi. Ato janë një lloj si çështja e atij papagajit, mëson për menç por nuk din asgjë. E Allahu tha: Inna alejna jam'ahu wa qur'ana. Ne kemi me ta tubuar këtë Kur'anin në gjoksin tënd, nuk haron as një shkrojnë prej ti. Ne të kemi mbikëqyrje, Allahu subhanahu wa Kur'ane, dhe kemi me ta lexuar ti në përmjet Gjibrilit, her pas here, bukurin e Kur'anit, regullat e Kur'anit, të gjvidin e Kur'anit, ashtu në mënirën më të mirë, shqiptimin e shkronja, gjemahu wa Kur'ane, fe idha qara'nahu fattabi' Kur'ane. Prandaj kur ta lexojmë ne Kur'anin, kur Gjibrilit vjen me shpallje, dëgjoje mirë, kushtoj vëmendje, ri i qetë dhe rahat. Inna alejna jam'ahu wa fa idha qara'nahu fattabi' Qur'ana, thumma inna alejna bayana. E pastaj ne o Muhammed ti kena me ta tregu komentin e Kur'anit. Çka do të thot ki Kur'an? Ki ajet përse ka ardhur e kështu me radhë. A i shikoni vëllezër, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam si e ka marrë Kur'anin nga një mbikëqyrje e madhe, nga një përsëritje e madhe, muta'in thumma amin. Gjibrili është muta', i ndjek fjalët e Allahut, urdhrat e Allahut dhe të njëjtën kohë është besnik ai. E pastaj shikoni ku del Allahu Gjelleshanuhu, del dhe i ndan njerëzit në di grupe. Në ditën e gjykimit vëllezër nuk ka 3 grupe. Në këtë botë të një popull mund të ketë 7 parti, 8 parti, 10 parti. Në këtë botë njerëzit mund të kenë mendime të ndryshme ndaj ditës së gjykimit. Ai që është ateist e ka prej për gjithmonë, s'beson. Ai tjetri është agnostik, hala përpiqet me hulumtu, me e gjetë vërtetën. Si Firauni që i tha Hamanit, ja Haman ibni li sarhan la'alli ablugha al-asbab
O ti Haman, thonë, ndërtoni ndërtes që të arinë nalë, të atakoj Zotin e Musaut dhe të Harunit. Akoma një pjesë e këtire përpiqen, hala unë jam të hulum. Qarë hulum të në gjahil? Allah thotë o fi anfusikum mathala tubsirun. A do një argumente ma shumë? Shikonja veten tuaj, pite mjekun veç për çështjen e shikimit, për çështjen e sirit. Si është ai krijimi i sirit, sa precis është? Çfarë dhuntie i ka dhënë Allahu xheleshanu njeriut? E Allahu pra i thotë ju në këtë botë mundet me qenë grupe, mendime, por ditën gjykimit ka vetëm di grupe. Fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir. Një grup në gjennet dhe një grup në therr në xhehenem. Fa minhum shaqiyun wa sa'id. Prej atyre ka të lumtur, shaqi, i dështuar, i humbur, dhe ka i gëzuar, i lumtur me xhenetin e Allahut. E Allahu thot: "Wujuhun yawma'idhin nadira." Përse një grup, thot Allahu xheleshanuhu, do të shkëlqejnë, fitirat e tire do të ndriçojnë, do të ketë në fitirat e tire nur, përse ila rabbiha nadhira, për arsye se ato do të jenë duke shikuar Zotin e tire, Allahun subhanahu wa taala. E kanë nxjerrë Imam Buhariu dhe Muslimi sahihun e atire të dive, nga Ebi Saidin al-Khudri wa Ebi Hurajrata radiyallahu ta'ala anhuma, anna nasan qalu ya Rasul Allah, hel nara rabbena yawm al-qiyama. Shiqoni vëllezër, për ato i cili don ta dinë këtë pyetje, don ta dinë këtë çështje, apo kjo çështje diçish e brengos. Në kohën e Muhamedit a.s. një grup njerëzish erdhën te Muhamedi a.s. dhe thanë ja Rasul Allah, hel nara rabbena yawm al-qiyama. O i dërguari i Allahut, gjithë rregull, xhennet, mirësitë e xhenetit, përhershëm që nuk ka lodhje, nuk ka brenga, nuk ka smundje, do të jemi gjithmonë të ri, 33 vjeçar, po diçka na kena dëshirë me e dash, apo kemi një breng të vogël. Pejgamberi alayhis salam i pyeti ato, thanë hel nara rabbena yawm al-qiyama, a do ta shohim Zotin ton ditën e gjykimit në xhennet? E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili nuk flet sipas hamendjes, tha: e të damune fi ru'jeti shemsi wal qamar lejse dunehuma sahab. Qalu la. A keni problem, tha Muhamedi a.s. A ju pengon dikush ta shikoni diellin edhe hanën kur është e plot, dhe kun mes atyre nuk ka re, nuk ka mjeglla, qielli është i pastër. Dikush sa të shoh diellin temperaturën, po mundesh me vendu syza apo diçka dhe e sheh diellin. E Muhamedi alayhis salam tha, kur e shikova kur del dielli, edhe nuk ka re, nuk ka mjegulla, dhe e shikoni hanën kur është e plot, a ju pengon diçka? Than la ja Rasul Allah. Pa pejgamberi alayhis salam, fa innakum tarawna rabbakum kadhalika yawm al-qiyamah. Dhe ju kështu në këtë mënyrë do ta shikoni Zotin tuaj ditën e gjykimit. Pastaj vëllezër, edhe një hadith tjetër, i cili është edhe ky me rëndësi. Kto e ka nxjerrë Imam Muslimi nga Suhejbi radiallahu ta'ala anhu, ma thot, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: idha dakhala ahlu al-jannati al-jannah yaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala ya ahla al-jannah turiduna azidukum shay'a. O banorët e xhenetit, thot Muhamedi alayhis salam, kur gjithë banorët e xhenetit hinë në xhenet, nuk ngelen në xhenem ai njeri i cili ka pas edhe një grimc të vogël të besimit. Edhe një grimc të vogël nuk e djeg zjarri i xhenemit për herë. Dënohet sa dëshiron Allahu, por ai i cili, vëllezër, në zemrën e tij e ka besimin, e ka tauhidin, njëshmërinë e Allahut. Se shoh këtu fitira të reja, është mirë një gjotë të tillë me e tregu. Vëllezër, dëshmia e vërtet cilën e don Allahu xhelleshanu është prej neve shahadeti. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Besoj dhe deklaroj se nuk ka të merituar tjetër me merit përveç Allahut një. Kjo është besimi, dhe se Muhamedi është robi dhe i dërguari i Allahut. Këtë lloj besimi, këtë lloj monoteizmi,
këtë lloj tauhidi, vëllezër mos e njëllosni as edhe me një grimcë të dyshimit. Mos thuj ne e kena mirë, por edhe atë të tjerët e kanë mirë. Ne mund që e kemi mirë, por edhe të tjerët mund që e kanë mirë. A e dini kush e ka mirë? A i cili e dëshmon këtë fjalë. A i cili beson dhe deklaron se nuk ka të merituar, nuk ka të adhuruar tjetër me merit përveç Allahut një. Kjo është besimi. Nuk pranohet të dyshimi, për edhe atë të tjerët e kanë mirë. Allahu Gjelle Shanu thot, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allahu nuk ja fal atij personit që bën shirk, që ka dyshim në besimin e Allahut subhanahu wa taala. Ai i cili thot feja jema është e vërtet Islami, por edhe feja të tjera. Allahu i përgjigjet atij në Kur'an dhe thot, inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. E vetmja fe tek Allahu është Islami. Kur prekos Muhamedit, prekos Ademit, jo. Para se të krijon Allahu Gjelle Shanu çdo gjë, e ka zgjedhur Islamin si fenë e tij. Dhe ki Islam ka qenë, edhe kur kanë qenë melekët pa u kriju Ademi a.s. Dhe ki Islam ka egzistu, edhe kur Ademin e krijoi Allahu Gjelle Shanu, çdo profet e ka bart Islamin si mesazh të Allahut Gjelle Shanu. Se e thon këto, mos vdesë dikush me dyshim, ne e kena mirë dhe ato që i përshkrujnë Allahut të gjale kanë mirë, jo. Lem jelid wa lem yulad. Allahu nuk ka lind as kënd as është i lindur. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-Masih ibn Maryam. Kanë dalë prej fesë, kanë të bëjnë me Allahun, ata të cilët thanë se Isa është biri i Allahut. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Kanë bë kufur ata që besojnë në Trinitetin, nuk kanë të bëjnë me Allahun Gjelle Shanu asgjë. Prandaj keni kujdes me tauhidin, edhe pse kjo nuk është pjesë e ligjëratës e hutbes, po me qëllim e thon. Kujto vllai dashur që fjala jote e fundit në këtë botë jetë la ilaha illa Allah, Muhammedur Rasulullah. Jeto me këtë fjalë, përpiqu që Allahu të ta mëson edhe më tepër domethënien e kësaj fjale. Përpiqu dhe kërkoj Allahu Gjelle Shanu të ta shton diturin dhe zbatimin ndaj kësaj fjale, ta zbatojsh me vepër këtë fjalë. Prandaj Allahu Gjelle Shanu thot, kthejna përsëri hadithit, e turidune azidukum shay'a, atë ju shtoj edhe diçka më tepër. Çka do të thonë xhenetlit? Qal wujuhana, ta më na thon më tepër or Allah. E harojnë xhenetlit se në dynjë kanë dash me e pa Allahun Gjelle Shanu. Kur hinë në xhenet habiten, e kanë pa ato që siri kur se ka pa në dynjë, as që e kanë dëgju veshi, dhe as që mundet zemra një gjë të tillë ta paramendone. E harojnë që Allahu Gjelle Shanu i ka premtuar që do ta shohë hinë xhenet. Haron që ka thonë ato dikush, po të hina të shpia e filanit e kish bo një shpi, vallahi hishe me mend, dilshe pa mend. Imaginon xhenet vllai dashur. Imaginon xhenet, prandaj e harojnë gjojën më të madhe. Allahu thot, atë ju jap edhe diçka më të mirë. Atë ja ushtoj mirësitë të xhenetit. Xheneti, po çka ku ka më tepër? Ftirat na izbardhe, në momentin kur tjerëve jo anxhire ftirat, besimtarve jo anxhiri Allahu Gjelle Shanu fitirat. Ku ka më tepër? Na futën në xhenet, na shpëtove prej zjarrit xhenemit për herë. Fe yukshafu al-hijab, hapen perdet, felem yu'tu shay'an ahabba ilayhim min an-nadhari ila rabbihim, fadhalika al-mazid. Thot Muhamedi alayhis salam, kur do ta shikojnë fytyrën e Allahut subhanahu wa taala, nuk do të kitë në xhenet dhunti më e madhe, mrekulli, begati më e madhe, më e mirë, se sa shikimi i xhenetlive te fytyra Allahut subhanahu wa taala. Tha Muhamedi alayhis salam, kjo është ajo tepërta. Dhe e lexoj, lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada. Az-ziyadatu huwa an-nadharu ila wajhi Allah subhanahu wa taala. Pejgamberi alayhis salam më fund të lexoj këtë ajetin, lilladhina ahsanu al-husna. Për ata të cilët bën në këtë botë mirë, bën vepra të mira, e besojnë Allahun, ka mirësi xheneti. Amba çka? Wa ziyada, diçka tepër. Dhe ziyada, tha Muhamedi alayhis salam, është ta shikosh fytyrën e Allahut subhanahu wa taala. Kjo është grupi i parë. Wa wujuhun, thot Allahu Gjelle Shanu, yawma idhin basira. Ai pa grupi i parë fytyrat e ndriçuara. Pse?
e shikojnë Allahun subhanahu wa ta'ala. E grupi tjetër, wa wujuhu yawmaidhin basira, dhe një grup tjetër fitirat të mrolta, të nximta, të mjeruara, të trishtuara, të dhunnu an yuf'ala biha faqira, parasia se e din ato se ka me i gjet një dënim i madh, një dënim i tmerrshëm me ja u thi korizin e tyre. Allahu subhanahu wa ta'ala thot: wa wujuhun yawmaidhin basira, tadhunnu an yuf'ala biha faqira. Pastaj thot Allahu xhaleshanu, shiqoni vëllezër, dhe me këto përfundohet kjo hutbe. Kella, tregon Allahu tash, kjo botë vëllezër sa të zgase. Jemi çka prej Isaut alayhis salam, më thon 2025. Allahu alem prej kosa Ademit alayhis salam, a jon 15.000 vite, apo jon 20.000 vite, Allahu alem. E prej kur e ka kriju Allahu xhaleshanu këtë tokë, këtë univers, ne nuk e dim. Po let jetë sa tjetë, edhe 100, edhe 30.000 vite, 50.000 apo 100.000 vite, kjo e ka fundin. Edhe si cili njeri e ka fundin. E Allah thot, kella idha belagatit terati. Dinja thot Allahu, se kur do të vjen shpirti te grika e fytit. Kella idha belagatit terati. Dhe këto ka me shiu se cili prej nesh. Wa qila man raq. Atëherë çka do thonë të pranishmit? A dini ben dëni mjek të mirë? Dëni mjek i cili është jaft me shputu, me shëndosh. Kella idha belagatit teraqi wa qila man raq. E do thonë kush është dikush me shëru? A i vdekti wa dhanna annahu al-firaq. A i vdekti është i bindur, e shikon vdekjen parasive, dhe si kur i thot këtire o kot, mos e lodhni veten, as mos më lodhni mu. Kjo është firaku, kjo është ndarja ime me juve, dhe ndarja ime me këtë bot. E pastaj qka i del shpirti, wal teffeti saku bis sak, dhe këmbët bashkohen me njona tjetërën, mbillen, lidhen mirë, dhe vendosen në qefin. E pastaj te stacioni fundit, ila rabbike yawmaidhin al-masaq. Bartja e këtij personit, stacioni i fundit është ila rabbike, te Zoti jot, te Allahu subhanahu wa ta'ala. Prandaj dinja vëllezër, stacioni i fundit është tek Allahu xhalleshanu. Mos të vjen që kjo dynja e cila është dinamike, e cila na mashtron sabah e mbrëmje, me na hub vetdijen dhe qëndrimin ton, koncentrimin ton drejt rrugës e Allahut subhanahu wa ta'ala, pa as ban me punu Allah. A ka nevoj njëri të mençit me i thonë, a është puna farza o suneta, qka është? Ahmakut duhet me i thonë, 7 herë në ditë duhet me punu. A ti të mençit me i thonë, mës puno? A i thonë, qka mës puno? Punu bon për punë. Hala do njës përpichen, a puna është, a puna namazi? Wallahi, Allah i të ka dhonë mundësi të punojsh. Ka dhonë mundësi të falesh, tona ti ka afru Allahu xhalleshanu. Po mos u bë robi dynjas, bëni robi Allahut, të ta hap Allahu xhalleshanu edhe dynjan. Thot me një hadith Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kush vrapon mas kësaj dynjas, lodhet dhe raskapitet, ka me u lodh, me u raskapit, me harxhu energjin, takatin e tij dhe nuk i vjen prej dynjas, vetëm ajo që ja ka caktuar Allahu subhanahu wa ta'ala. Më mendo se do të marrish ma tepër, hiq, Allahu sa ka caktu. Prej moment këtu ka kriju Allahu, ta ka dhonë edhe risku, po duhet me e kërku. E kjo obligim me e kërku, por mos jetë puna ajo që të largon nga Allahu xhalleshanu, të largon nga feja, të largon nga ibadeti, të largon nga namazi. E pastaj pjesa tjetër e hadithit, dhe thot Muhamedi alayhis salam, dhe kush parasive të tij, qëllimin finale ka ahiretin, Allahu xhalleshanu ka me ja dhonë edhe dynjon. Allahu qka ka me ja dhonë edhe dynjon. Dije vllai dashur, stacioni i fundit është ila rabbike yawmaidhin al-masaq, tek Zoti jit, atëherë ti do të bartesh dhe ati do t'i dalish para, dhe si cili prej nesh e din shumë mirë, në fund të muajit sa pare i kanë bet, në kontën e tij sa pare ka, kush i ka dhe kujt i ka dhonë borx, por të njëjtën duhet ta mendojmë çka kena përgatit kur do t'i dalim para
Allahut subhanahu wa ta'ala. Lusë Allahun Gjelleshanu që të na udhëzon në rrugën e drejtë. Në atë rrugën ku një ditë disa fitira do të zbardhen. Në atë rrugën ku do të qohet në xhenetin e Allahu Gjelleshanu dhe do të shikohet Allahu Gjelleshanu. Lusë Allahun Gjelleshanu që ditën më të mirë tonën të bën ajo ditë kur t'i dalim para Allahut subhanahu wa ta'ala, të na mundson Allahu Gjelleshanu para vdekjes një tobe, një pendim të sinqert, dhe në momentin e vdekjes të na mundson Allahu Gjelleshanu shqiptimin e fjalës la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, dhe lusë Allahun Gjelleshanu që vdekurit ton t'i mëshiron mëkatet e tire që u fal, mangësit ka i kanë lëshimet Allahu në ato t'i te i kalon, dhe në xhenetet e larta bashkë me to të na takon. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah.